Aksident tragjik në Divjak, humbi jetën 15 vjeçari me motociklet. Një aksident me vdekje ka ndodhur në aksin rrugor, pushimi shoferi Divjak në vendin e quajtur Kamenic. Një mjet T-Benz me drejtues shtetasin Rëçela është përfshirë në aksident me një motomjet që drejtohej nga shtetasi EV 15 vjeç, i cili fatkeqësisht ka ndruar jetë. Raportohet se policia ndodhet në vendin e ngjarjes për të hetuar shkaqet e aksidentit dhe për të marrë dëshmim përkatëse. Rreth orës 12:30 në fshatin Kamenic, automjeti me drejtues shtetasin RC është përplasur me motomjetin me drejtues një shtetas 15 vjeç. Sipas së përplasjes, ka ndruar jetë 15 vjeçari. Është shoqëruar në komisariat drejtuesi i automjetit dhe po kryen veprimet hetimore procedurale, thuhet në njoftimin e policisë. Grupi hetimor po punon për sqarimin e plotë rrethanave dhe shkakut të aksidentit.